Mirëmbrëma dhe mirë se vini në debat për një me. Në komunën e Malishevës, ne I kemi regjistru premtimet e shumicës prej kandidatëve për kryetar kur e patëm. Po I vetmi që nuk ka orë në debat zgjedhor me u përballë me kundër kandidatët atëherë ishte Ekrem Kastrati, kryetari I kaluar. Tash, kandidati nismës Ekrem Kastrati, sipas rezultateve preliminare, ka rit me I fitu zgjedhjet Malishev pa ballotash. Për këtë arsye e kemi ftu edhe ka ardhur për me regjistru premtimet edhe me diskutu për aktualitetin. Mirë se ke ardhur, Zotni Kastrati. Mirë se gjeta. Po I theksoj që rezultatet preliminare për Malishev, kandidatët kanë dalë me këtë renditje. Ekrem Kastrati ka fitu 54% votave, Gzim Krasniqi PDK-s ka fitu 19% votave, I treti ka dalë Valon Hoti, I vetëvendosis me 15% votave, I katërti Fatmira Demaj nga LDK me 6.9% votave, Enver Hoti me 1.8% dhe Valon Krasniqi me 1.4%. Urime që I keni fitu zgjedhjet, pa ballotash. Faleminderit jeta shumë. Edhe para se me shku tek rezultatet lokale, po du pak më pyet pak për zhvillimet në qendër, sepse jeni partije dhe parlamentare. Deri me 26 tetor, mandatari I qeverisë Kurti duhet me I siguru votat për qeverinë ti. Mu po më intereson çfarë diskutimi keni në nismë, ku jeni, çfarë është qëndrimi juaj lidhur me formimin e qeverisë. Ne qysh në fillim të përfundimit të zgjedhjeve parlamentare me këtë rezultat çfarë tani më kemi, nisma socialdemokratë përkatësisht kryetari saj ka pas një qëndrim shumë konstruktiv, shumë parimor që të themelohen sa më shpejt që është e mundshme institucionet e shtetit përkatësisht konstituimi I kuvendit. Prandaj kjo logjikë dhe ky premtim me tutje është ne jemi gjithmonë në gjendje gatishmërie që sa më shpejt që është e mundshme që të tashmë mas konstituimit të parlamentit të themelohet edhe qeveria, mirë po kjo është përgjegjësi e partisë e cila ka shumicën tani për tani edhe. A keni me pas kushtin e si ju afrohet Kurti me marrë presidencën, a çështu diçka? Jo, ne nuk kemi ende kushti tani për tani I cili është që kryeparlamentari I tanishëm të mos jetë në krye të kuvendit, sepse nuk I përfaqëson interesat qytetarëve dhe edhe ashtu nuk është një kryetar parlamenti kredibil. Që kjo është kushti? Me ndru kryeparlamentarin krejta? Nuk është ky kusht klasik, mirë po kjo është një qëndrim tani për tani I partisë, nuk është kusht, mirë po është qëndrim që ne kemi bërë publik dhe tani për tani është ky qëndrim. Nuk është kusht, mirë po megjithatë mbeten në dorën e kryesisë qendrore këtu në Prishtinë që t'i bëj planet përgatitur mirë, po edhe strategjinë për me se si ecet përpara. A e pranoni ndaj ministri, me ju dhënë ai ministri që me bëj qeveri? Tani për tani nuk kemi qëndrim të qartë rreth kësaj, nuk kemi ende. A kam filluar ndaj biseda hiç? Jo, nuk kemi biseda tani për tani, nuk kemi, mirë po ta shohim se çka do të prodhojë ardhmja. Me rëndësi është që të gjitha partitë politike, përkatësisht të gjithë liderët e këtyre partive të kenë një qëndrim konstruktiv, një qëndrim që e kanë parasysh gjithmonë të ardhmen e vendit dhe sa më shpejt që është të mundshme të themelohet qeveria, të ecin, të shkojnë përpara, sepse punët e cilat I kemi tani për tani nuk po presin dhe duhet sa më shpejt zgjidhje. E di unë që po të pyes ti ke fituar Malisheve, unë po të pyes për Prishtinë, po tu marr parasysh që je I vetmi kryetari nismës që ke fituar. A mendon që kishe pas qef me parashtru ndaj kusht për Malishev, që nëse hynin qeverisje, mu bot diçka e vlefshme për Malishev? Sigurisht kjo, jeta faleminderit shumë për këtë pyetje që është shumë determinuese për të ardhmen e Malishevës, sepse ne kemi shumë disa projekte të cilat na ka penguar qeveria qendrore, përkatësisht nuk I kemi zhvilluar disa projekte të jashtëzakonshme për nga rëndësia për jetën e qytetarëve atje, sikur që është ujëpijës, furnizimi me rrymë, tranziti I qytetit, e shumë projekte të tjera të cilat komuna nuk jo që s'ka aftësi buxhetore dhe financiare, mirë po edhe kemi pengesa ligjore të realizojmë ato. Prandaj neve na duhet gjithsesi përkrahja, mbështetja dhe mirëkuptimi I qeverisë qendrore për realizimin e këtyre projekteve kruciale për banorët. Kemi folë për ujtëpijës e furnizim me rrymë, debatin e kalum, po du me ditë sakt
qëtë tranzitin që e përmene, a ke bo kërkes eksplicite biseda me Ministrinë e Infrastrukturës për me ju bo këtë tranzit? Praktikisht tranziti Malishevës ka qenë i themeluar me kontratë. Ka qenë një kontratë e nënshkruar mes Ministrisë dhe operatorit ekonomik. Mirë po atje nuk janë zhvilluar punimet dhe kjo qeveri nuk i ka marrë hapat konkret dhe të domosdoshëm për... Heq si janë zhvillu? Heq s'ka nisë punimet? Nuk kanë absolutisht as një katësi beton nuk është hudh aty dhe as një diçka prej që ka orë qeveria. A i dini çka po ndodh? A keni pyet çka po ndodh? Ne kemi pas takime të vazhdueshme me ministrinë, mirë po ata janë thirrë në shpunësimet, në shpunësim që duhet bërë në atë pjesë. Mirë po edhe me tutje asnjë hap nuk është bërë as rreth punësimeve, të shpunësimeve, as të implementimit të këtij projekti. Praktikisht nëse vjen kamera ju edhe sheh atje është sikur një projekt i cili sikur të mos jetoj kërkush atë. Dhe më thonë, është hap traseja edhe asë një investim me tutje nuk është shkuar dhe nuk është zhvilluar, që aty janë disa probleme të pronave, të cilat disa akterë të cilët janë shumë të rëndësishëm po paraqiten vetë pengesë tyre. Mirë, herën e kalume krem ju ishit në ballotazh dy ministrinitën me Isnik Kiljan. Pse këtë herë as ballotazh nuk shkove? I fitove pa ballotazh? Po jetën, qytetari Malishevës e vlerëson shumë punën, koreksin, dignitetin dhe bashkëpunimin mes qytetarëve. Prandaj të gjitha këto kriteret ne kemi zbatuar gjatë qeverisjes tonë katërvjeçare. Jemi munduar që çdo ditë të jetë e mbushur me aktivitete, të jetë e mbushur me punë. Prandaj projektet të cilat i kemi realizuar në Malishevë, që moto e jonë ka qenë Malishevë urbane, e që kemi realizuar pothuajse gati në tërësi këtë ide, mirë po tash vazhdon pjesa e dytë e Malishevës urbane. Do të vazhdojmë me tutje që Malisheva të jetë një qytet. A muj me të pyetja ka pas ndikim, a ka qenë faktor që ti mos me him ballotazh për afrimin që ndodhi me vetvendosjen? Jo, nuk besoj kjo që... A ka pas ndikim me të pyet edhe fakti që nuk kandidoi Isnik Kiljaj, po e qitën një kandidat tjetër? Ndoshta nuk i di faktorë të cilat kanë ndiku, mirë po ne di që njëri prej faktorëve kryesor është puna dhe aktiviteti jonë për çdo ditë që kemi bërë atje. T'ju them të drejtën, jeta që ne kur nuk kemi apo nuk kemi qëndruar në zyret tona e rahat, pa i përmbush detyrat ditore edhe pa i përmbush aktivitetet tona javore dhe mujore edhe gjithmonë raportet tona mujore kanë rezultuar me realizim të Pyeta për Isnik Kiljan, a ka ndiku fakti që s'ka kandiduar Alban Krasniqi për shembull? Se gjithmonë është pikërisht Isnik Kilja tani për fat keq të tij, të familjes tij mirë, po edhe për fat keq tonin tani më gjendet në gjykatën e Hagës. Atje shpresojmë dhe dëshirojmë që sa më shpejt juve që Isniu, po edhe liderët tonë të cilët e ka themeluar dhe kanë udhëhequr shtetin të kthehen. Po të pyeta për Alban Krasniqin e vetvendosjes. A mendon që faktor për zgjedhjen tonë pa ballotazh është edhe mos kandidimi Alban Krasniqit? Nuk dua që ti potencoj emrat këto, mirë po e di që ndoshta edhe kandidaturat e tilla më kanë mundsuar që të kaloj pa ballotazh. Mirë po megjithatë para po them që pjesa më e rëndësishme dhe pjesa më kruciale e këtij procesi është puna, është bashkëpunimi me qytetarët, transparenca që kemi pas me ta, qëndrimi çdo ditë, kontakti çdo ditë me ta, edhe në fund ka rezultuar ky rezultat çfarë. Po flet për transparencë, ti ke ardhur në debat tonin pas zgjedhore dhe që ato po ta di për nerë, para se me shku tutje, masi s'ke ardhur në debat para zgjedhore se qele punit transparencës. Mas pari vëdu me ditë, mas 3 vjetëve, kur ti matin premtimet, a keme qenë debat tonin? Sigurisht ju garantoj me fjalën time publike dhe me autoritetin tim që gjithsesi do të jem pjesëmarrës. Po e jep që të premtim edhe... Sepse do të punojmë fuqishëm për realizimin e këtyre premtimeve që kemi dhënë para qytetarëve. Besoj që në atë periudhë do të ndihemi krenar unë dhe stafi, ekipi, po sigurisht edhe qytetarët e punës së Malishevës me këtë premtim, me këtë shpresë dhe me këtë gatishmëri tani për tani që kemi, me këtë besim që na kanë dhënë qytetarët, sepse sa më i madh është besimi
i qytetarëve aq më shumë rritet përgjegjësia jonë. Ekrem, apo më kallëzon tash pse se erdhe në ballafaqe me kundër kandidatët? Jeta sigurisht që kemi pas shumë aktivitete, sinqerisht ju them, edhe planet e cilat ne i kemi bëna në teren, me ka pamundsuar që t'jem në studio, sepse qytetarët kanë kërkuar që t'jemi atje prezent, ne i kemi caktuar takimet publike, edhe të gjitha takimet kanë qenë masive. Mirë, veç po du me t'kallëzu në fytyrë që kur s'keni ardhë, na ju kena qujt dezertori, jo veç juve dhe shumëve që s'keni ardhë. Arsyeja pse ju kena qujt dezertor është për shkak se kena pas me fol për ndërtime dhe kena menu që ju s'po veni se s'po dëni me dhonë premtime për ndërtime, se jeni në lidhje me ta. Nëse edhe kjo termi nuk më pëlqen, sepse nuk kam dezertuar kur ka qenë shumë ma rrezik për jetën dhe familjen time. Këtë rast për i debatit, dezertim, jo për ju. Mirë po, edhe kjo sigurisht ka qenë angazhimet tona të mëdha në teren, bashkëpunimi edhe kanë qenë disa takime të cilat i kam thirrë vetë, i kam saktu vetë, edhe mos prezenca ime ka mujt me irritu mosën edhe njerëzit atje, kështu që kjo ka qenë element. Mirë, mas e ke orë. Sepse në të kundërtën te gjatë gjithë jetës tonë ke shërby shumë që klasa politike të vetëdijsohet, që klasa politike të jetë përgjegjëse para qytetarëve, edhe te edhe emisioni juaj konkretisht jeni njëri për instrumenteve të cilat i kanë ndihmu shumë qytetarit që ta ketë një jetë më të mirë, më cilësore, me emision edhe me qasjen tonë që kemi pas. Nga njëherë ne mund të keq kuptojmë në mes veti me juve, mirë, megjithatë esenca krejt kësaj është apo pika jonë ku ne takohemi është përmirësimi i jetës qytetarëve atje ku ne qeverisim e ku jetojmë. Atëherë, më lejo me t'i shtru do pyetje që i kom bo plan prej çatëhershit në debatin zgjedhor, te ke miratu planin zhvillimor komunal. Malisheva e ka të miratu me vitin 2019, por në proces është hartimi i hartës zonale. Kur mendon që kemi kry hartën zonale? Jeta, miratimi i hartës zonale është një proces shumë jo që është i koklavitur, po zvarritet shumë. Sepse këtu në fundit është Ministria e Plantimit Hapësinore e cila jep vulën përfundimtare dhe ne varemi shumë prej punës që bëhet në qeveri, jo prej akterëve tonë apo prej rolit tonë që kemi në këtë proces si komunë. I krejt gjithë aktiviteti edhe roli jonë që na ka përcaktuar ligji për hartimin sa më shpejt të hartave zonale ne kemi bërë mirë po që përkatësisht ministria relevante apo respektive nuk ka pas një neglizhencë të jashtëzakonshme, jo vetëm për komunën e Malishevës, mirë po këtë probleme kanë përcjell krejt komunat që kemi pas zhvarritje, zhagitje, mos efikasitet, mos përgjigje me kohë, prandaj ende nuk i kemi këto, sepse harta zonale është njëri prej instrumenteve bazik për kryetarët e komunave për ju po thoni i keni kry krejt çka duhet për anës juaj. Krejt propozimet tona, krejt çka kanë ardhur në komunë, ne i kemi përcjell për ministria dhe presim hapin e radhës që do të vijë nga ministria. Mirë, cili është plani ju i zhvillimit urban 4 vitet e ardhshme? Thjesht, a kemi menu ku kemi pas sparqe, ku kemi pas ndërtesat nalta 4 vitet e ardhshme? Ne kemi bënë, po sigurisht ne edhe letën e tim këtë japin për përshmëri me idetë tona për zhvillimin e qytetit në cilin drejtim. Mirë po tash në periudhën ardhshme 4 vjeçare, ne edhe me tutje do të vazhdojmë me pjesën e dytë të Malishevës urbane, që është shtrati i Lumit, Mirusha, drejt liçenit artificial që kemi atje, e që është një kanjon apo është për rreth brigjet e këtij lumi, është një pjesë shumë e mirë e cila neve na shërben për zhvillimin e rekreativitetit, përkatësisht edhe zhvillimit të hotelerisë dhe të lëmive tjera ekonomike të cilat neve na ndihmojnë që Malisheva me pas edhe turizëm, me pas edhe rekreacion, me pas edhe zhvillim ekonomik, me pas edhe një... Mira, po premton që 4 vjet dalin edhe ke mjaftu shumë fonde vetanake me kry shtratin e lumit? Apo po menon që shpare qendrës? Ne veç kemi fillu me një pjesë të shtratit për rregullimin e tij, nëse kjo Malisheva kemi mujt me pa që në drejtim të liçenit për funi urës kemi vazhdu me ndërtimin e këtij shtati lumit, e këto kemi bën
me fondet të cilat I kemi fitu përmes performancës të mirë komunale. A mund është me kry krejt në këtë mandat? Ne po mendojmë që për 4 vite deri te liçeni artificial, që liçeni Mirushës për 2 brishe ta realizojmë këtë projekt I cili është shumë I domosdoshëm për zhvillimin e turizmit, për zhvillimin e rekreacionit edhe për zhvillimin e një pjesë të madhe të biznesit. Kjo soi përket liçenit dhe shtratit lumit. Po kallëzom te ndërtesat edhe te reforma e madhe urbane që po ndodh në qendër qytetit. Ana tjetër e qendrës qysh keme e përfundu çka po premton çaty. Edhe tashmë ne kemi realizuar një projekt të jashtëzakonshëm në Malishev, e që tash kjo komunë apo ky qytet tashmë ka arrit ka kriju një reputacion të vetën edhe një fizionomi të re, një mashtri edhe për qytetarët e komunës Malishev mirë, po edhe për të tjerë që po na vizitojnë, se është shumë karakteristik që vinë prej qyteteve tjera në mbrëmjen në Malishev që të kalojnë natën edhe. Mirë, në 4 vitet e ardhshme, çka premton ka aspekti urban me u krye në qytet? Unë thash përveç shtratit të lumit Mirusha, I kemi disa rrugë të cilat për neve janë shumë të mira sepse krijojnë alternativa të reja për cilat rrugë do të krysh? Rruga që shkon nga gjykata që lidhet që del te varresa e dëshmorëve në Malishev. Edhe rruga tjetër që lidhet së janë të kryme, do të përfundu? Nuk janë, as të filluara nuk janë. Rruga tjetër prej stadiumit të klubit të futbollstik Malisheva që lidhet me segmentin tjetër që shkon në drejtim të fshatit Gurvar, sepse është një alternativë e re e qarkullimit të qytetarëve. Rruga tjetër që e lidh Malishevën me fshatin Gajrak, që është një unaz e thjeshtë, mirë po që krijon shumë alternativë për qarkullim me atë pjesë. Është rruga tjetër prej lagjës së Veselajve e që lidhet me rrugën Malishev në drejtim të autostradës për katëshesh në hyrje të fshatit Baj. Këto janë disa rrugë të cilat ne do t'i ndërtojmë, e cili hapin alternativa të re qarkullimit ato mjetë mirë, po edhe të mundësisë apo të nxitjes të investimeve në këto pjesë të qytetit, sepse me hapjen e këtyre rrugëve krijohet mundësia e re që qyteti të hapën në të gjitha drejtimet. Ekrem, apo premton veç minis, apo premton me I përfundu krejt? Jo, unë mendova me I përfundu, sepse unë thash që këto rrugë janë në të gjitha drejtimet e Malishevës, edhe praktikisht qyteti hapet me hapjen e këtyre rrugëve, hapet edhe zhvillimi I qytetit, të mos fokusohemi vetëm në disa pjesë. Mirë, sa kat më së larti keni me leju me u ndërtu në Malishev? Tash besoj që më shumë se 12 kat nuk mund të lejojmë, ndërsa kërkesat janë që... Cilat lagje, a keni përcaktuar cilat lagje janë deri në 12 kat? Po në lagjet e Mirditës mirë, po ndoshta edhe në qendër të Malishevës, sepse aty mendojmë që është kërkesa e vetë pronarëve, se tash disa prona që kemi aty janë prona private edhe njerëzit mendojnë që t'i ndërtojnë pronat e tyre me tash ne po I quajmë rokaqej, sepse Malisheva gjithmonë ka pas një ndërtim tult edhe nuk kemi mësuar që të kemi ndërtime të larta, prandaj për neve është një atraksion edhe urbanistik, mirë po edhe krijojmë shumë zgjidhje për qytetarët e komunës Malishevë që ta nxisim jetën aty, ti thrasim njerëzit, fëmijët tanë që ta ndërtojnë të ardhmen në Malishevë, mos të na ikin nga Malishevë, mos shkojnë as në Fushë as Prishtinë, as në që kjo jetë ne ja kemi arrit jetë që ta bëjmë jetën e re në Malishevë, që t'i kthejmë fëmijët tanë, sepse në të kaluarën ka qenë një diskurs ku edhe bizneset nuk e kanë pa të ardhmen në Malishevë për shkak se e kanë pa perspektivën e vetë zhvillimit të tyre nëpër komuna tjera, se kanë shku banor më shumë. Edhe mirë po tash me mundësitë dhe nxitjet që ne kemi bërë atje, e kemi kthyer edhe investimet private në fakt, edhe i kemi kthyer banor që patën fillu me ikën nga Malisheva, duke ble prona patentshmëri në Fushë Kosovë, veçanërisht Prishtinë dhe Prizren. Kurse tash banorët e tonë po I shesin prona që kanë blerë më herët atje dhe po kthehen në Malishevë, sepse e kanë pa që Malisheva ka marrë një rrugë të re, ka marrë një zhvillim të ri, edhe vërtet është një ndjenjë shumë interesante në Malishevë se si sektori privat
mrena mandatit tim 4 vjeçar ka investu dikon ma shumë se 220 milion euro. Një anë e kësaj që po thuar është që dikush mund të më thonë keni betonizu sheshi sidomos. Çka kime investu në gjelbrim? Tash po du me të pyet, në 4 vitet e ardhshme, a jetu menu për gjelbrim? Sidomos shesh, a është pak si shumë betona? Jo jeta kjo, ne projektet cilat i kemi bo, ato nuk bon me gjelbrim, bon me beton, se krejt botën këto investime bon me beton, edhe kjo kritik që, apo kjo qëndrim që ka dalë shumë, s'kan pas asnjë drejtim të ankesave, kanë thonë beton mirë, po garazhat apo parkingjet në toksore, jeta ne që kemi po në Malishev, janë dikon 250 garazha. A janë qelë ato, se kur kemi qenë tu i maru, a janë kry? Janë në shfrytëzim të qytetarëve, tash ne jemi duke i pilotu për me pasë se sa është numri i autometeve që janë aty, edhe me që edhe në të ardhmen afërt ne sigurisht që do t'i lëshojmë qero ato, apo do t'i inkasojmë të hyrat nga këto. Të hyrat që sigurojmë ne nga parkingjet në toksore, janë më shumë se sipas mendimit tonë më shumë se 500 euro në ditë. E që kur e merr edhe e llogarit mrena 10 vjet apo 15 vjet të gjitha investimet që kemi bërë të gjitha ju kthehen prapë qytetarëve, sepse të këtë projekte kemi realizuar me të hyrat tona vetanake përkatësisht me buxhet të komunës Malishevës. Prandaj është një për projekteve komercial që është në shërbim të komunës, që i rrit komunat hyrat e veta, që në fund prap ju kthehet. A kemi zgjanu gjelbrimin a jo? Po, patjetër, sigurisht. Kemi për rreth, ne kemi tash edhe përmes lumit, thamë që jemi duke punu shtartin e lumit, edhe në dyon të lumit kemi pas gjelbrim, mirë po edhe rrugët. Në qendër, a ka me pas gjelbrim? Edhe në qendër kemi me pas gjelbrim aty ku na jepet mundësia e parë për me mbjell një dru, aty kemi vendos drunin. Edhe drujt gjelbrus, mirë po edhe hapësira tjera gjelbruse. Po du me të pyet për diçka që kam pyet krejt kundër kandidat gjatë zgjedhjeve. I keni ju në Malishev, si në krejt Kosovën, po ju i keni 19.780 ndërtime pa leje, qysh janë evidentu qysh në vitin 2015, janë dhonat prej Ministrisë Infrastrukturës, kur rëmat krejt Kosova sa ndërtime pa leje ka mas lufte. Ky është një numër kogja i lartë ndërtime pa leje në Malishev, çdo qytet e ka, po mu po më intereson çfarë kapacitete kemi ndërtu në ministri për me i trajtu këto ndërtime pa leje, sa i ke legalizu deri tash në 4 vitet e fundit, edhe sa kime mujtë 4 vitet ashme. Në 4 vitet e fundit asnjë objekt të ndërtuar pa leje nuk e kam legalizu. Përkundrazi, asnjë objekt të ndërtuar pa leje. Përkundrazi, objektet të cilat kanë qenë të ndërtuara në pronën publike, më shumë se 170 për tyre kemi rënu. I keni rënu? Është komuna Malishevës komuna parë në Republikën e Kosovës që e ka bën një rënim masiv të objekteve të cilat kanë qenë të ndërtuara në pronën publike. Apo të nëjë problem, nëjë kërsnim, nëjë se. Për kontrazi, këto qytetarë me kanë vlerësuar shumë, edhe pse fillimisht ka qenë një sfidë shumë e madhe, ka qenë një vendim shumë i vështirë që të rënohet objekti ku aty zhvillohet biznes. Të me dhëna, muj me thonë që kryetari që Pirxej ka objektit pa leje fiton pa ballotash, sepse shumë menojnë që me bo mirëdzu, i hupin zgjedhje. Kallëzëm të mua të ka dojë që ashtu. Unë inkurajoj të gjithë kryetarët e komunave që të gjitha objektet cilat janë të ndërtuar në pronë shoqërore, shtetënore, komunale, dhe të shkojnë sepse qytetari i vlerëson shumë mirë, shumë drejt. Mi e thonë të drejtën, kur kemi marrë vendimin që të lirojmë hapësirat publike, në fakt, që të rënojmë këto objekte që ka qenë të gjithë kemi llogaritë që kemi me hup këtë mandat. Sepse ka qenë vendim shumë i shtirë, mirë po... Ekrem, fole pares për bizneset. Ti bizneset i ki po donë me inkuraju, krejt kohën po donë me ja u kriju atmosferën me punu. E në qëto vene ku kanë ndërtu ata, as kanë qenë bizneset që kanë qenë të funksionu e ti ja u kinojt punë? Gjitha kanë qenë bizneset. A i ke bo me negociata me kuptim? Absolutisht, asnjë problem të vogël nuk e kom pas me qytetarët e komunës së Malishevës, sepse preventiva ka qenë shumë e madhe, kemi pas diskutime shumë. A ke shku dikon tjetër, a i ki dhënë opcion dikon tjetër me shkua, qysh ja ke bo punën që ja u kem shel biznesin, për shembull, se shumë kryetar po më thojnë që sun jam shel biznesin, ja u qet njerëz për pune, qysh e ki negociuar? Në spori e kemi definu pronën. Dikasteret përkatësisht drejtoritë përkatëse në komunë i kemi bërë matjet e sakta, dhe kemi marrë procesin administrativ
i kemi marrë ligjet edhe kemi informu palën këtë pronarin e objektit. I kemi thonë që dokumentet tona flasin që te je objekti ytë shtrihet me qikash metra katror shtrihet në pronën publike. Të lutem, i ki 15 ditë afat, vendimin e ka marrë në dorë. E kemi thonë që i 15 ditë afat që ti ta bjen dokumentacioni plotësues nëse eventualisht e kiti një dokumentacion tjetër që ne nuk e posedojmë. E ka pas afatin e ankesave, dikush nuk ka ardhur, dikush ka ardhur ka thonë që nuk kam dokumentacion mirë, po e pres vendimin e juaj edhe ju mirë kuptoj. Edhe në këtë formë. A ka pas të tillë që ka thonë nuk largona? Ka pas edhe të tillë që fillimisht e kanë ankimu vendimin tonë kur ne kemi shpallur. Ato e kanë drejt, po me sfidu që mas ankimimit, a ka pas ndonjë fizikisht që ka thonë s'largoni? Jo, nuk ka pas. Për fat mirë, prandaj duhet t'i falenderoj të gjithë qytetarët e komunës së Malishevës, edhe pronarët e këtyre objekteve, mirë po të gjithë qytetarët e komunës së Malishevës që e kanë mirë kuptuar këtë hap tonën të jashtëzakonshëm që kemi bërë për zgjerimin e rrugëve, për të gjithë elementet të cilat kanë qenë për nga aspekti i morzhit të jashtëm kanë qenë objekte të cilat vërtet nuk kanë merituar që të jenë në qendër të Malishevës. Prandaj nga fakti jonë kur kemi ndërhyrë me lirimin, atëherë pronarët e kanë rindërtuar objektin, e kanë rindërtuar ndërtesën apo biznesin e tyre. Tash vërtet që ato ndërtesa apo ato bizneset të cilat ne kemi ndërhyrë, tash kur shkon ti sheh thu që nuk është e vend, është një vend diku tjetër, ka edhe interierin e ka moderne gjithë. Sipas ligjit, ato që janë ndërtu para vitit 2018-19 duhet me u trajtu për legalizim. Nuk më përgjegje, sa përqendë që atyne aplikimeve kemi i trajtu në 4 vite tashme? Nuk po flas me përqindje, sepse ne kanë njerë këto numrat neve po na shtin që të gabojmë, kur po i flasim me përqindje, sepse puna në teren ndryshe po na flet edhe ndryshe po është qëndrimi fillestar publik. E ne po thojmë që gjitha ato objektet të cilat nuk e cenojnë një plan urbanistik mirë të Malishevës, edhe ato objekte të cilat janë të qëndrueshme për nga aspekti statik edhe nga siguria inxhinierike. Të gjitha këto do t'i legalizojmë. Mirë po, të tjerat të cilat janë pengesë për zhvillimin urban, nuk kanë qëndrueshmëri statike edhe nuk kanë qëndrueshmëri si objekt, atëherë me të vërtetë është problem që mirë po megjithatë ne do të është edhe ekipa apo janë personat përgjegjës të cilët do të mirën ekskluzivisht me këtë punë. Folëm për infrastrukturë edhe urbanizëm, po du me di tash për shërbime publike, ku keni me ndërtu ndriçim edhe trotuar në 4 vite tashme? Ndriçim tash shumica e fshatrave në komunën e Malishevës, sidomos rrugë kryesore janë të ndriçuara. Edhe po shkojmë rreth mbajtjes tyre. Mirë, po edhe disa rrugë të tjera të cilat banorët edhe së bashku me neve i konsiderojmë që janë të domosdoshme për ndriçim, ne do t'i ndriçojmë ato sepse rritet siguria, edhe sigurisht rritet kualiteti i jetës. Ne veç ja kemi filluar për fshatra që t'i ndriçojmë këto rrugë, edhe besoj që edhe kemi pas në fund të mandatit kemi pas shumë pak rrugë të pandriçuara. Kjo është nga aspekti i ndriçimit, edhe trotuaret, sidomos rrugë të cilat janë të frekuentuara, po janë rrugë kryesore që na duhet që të sigurojnë këmbësorët, edhe në ato rrugë do të sigurojmë trotuare. Te pjesa tjetër, do shta kemi atë pjesën tjetër sociale, mirë po javën që shkoj kam nënshkruar një kontratë me humanistin tonë të madh Halil Kastrati për ndërtimin e qëndrimit ditor apo objektit për qëndrim ditor për të moshuarit tanë, përkatësisht për kategorinë e të moshuarve pleqt, e që aty do të kenë qëndrim ditor me një objekt jashtëzakonshëm, e që edhe komuna është pjesëmarrëse në realizimin e këtij projektit. Do të kemi edhe kuzhinë humanitare së bashku, e projekti tjetër është... Mirë që po folë për të moshuar, tash kallëzëm për qerdhe edhe për fëmija. Ki qerdhe të reja në 4 vite tashme? Edhe deshta të sqaroj që ky objekti për të moshuarit afër tij do të ndërtohet pikërisht është në marrëveshje me humanistin Halil Kastrati, që ta ndërtojmë edhe qëndrimin ditor për fëmijët me nevoja të veçanta, me nevoja tjera.
praktikisht krejt kë investim zbashku me komunën është dikon përmi 3 milion euro. E që ne kemi caktuar lokacionin, kemi marrë vendimin në Asamblenë Komunale, ku e kemi dhënë në shfrytëzim. Shumë pa kohë kemi, po du premtimin për arsim. Mas pari, apo premton me pilotu mësimin gjithditor Malishevë? Ne do të pilotojmë Sa shkolla? Se me premtu është diçka shumë e madhe mësimi të editorë, sepse krijon shpenzime shumë mëdha. Vërtet, po naj shkolla kemi provu? Po do të pilotojmë me disa shkolla të cilat i plotsojnë kushtet. Sa shkolla? Unë mendoj që shkojmë me 3 shkolla, ta shohim 3 shkollat të cilat të tashmë jemi duke i identifikuar edhe numrin e nxënësve, edhe sepse praktikisht do duhet që shkollat i përmbush të gjitha kriteret për mësim kreditor, edhe problemi më i madh është ushqimi sepse duhet që në momenti kur ne pilotojmë apo dëshirojmë që ta marrim mësim kreditor, na duhet që të sigurojmë edhe Sa qerë dhe treja kemi i bo në mandatin që vjen? Qerë dhe treja tash në fshatin Bëllenicë, në fshatin Baj, në Dragobel, praktikisht këto 3 qerdheve që kemi afër funksionalizimit, edhe në besoj në tarmën afërt do t'jetë një qerdhë në fshatin Srallu. Lidhur me arsim kundër kandidatet e tu në debat për një e kam përmen kogja shumë politizimin e shkollave, drejtort e shkollave. A kiti përgjigje për kritika që bëthojnë që i keni drejtort e politizum Malishevë? Nuk besoj që kemi në drejtorët të politizuar, mirë po secili drejtor po secili individ në Republikën e Kosovës mbas ligjit ka të drejtë të jetë antar i partive politike, mirë po në rreth politizimit nuk bëhet fjalë, sepse vetë qytetarët tregojnë me zgjedhjet e tyre që nuk ka politizim dhe ne kemi një shtrirje në dikasteret, sidomos dikasteret arsimit, kemi punëtor dhe kemi udhëhecës apo drejtor shkollash edhe të partive tjera. Për ujë kanalizim, a munësh veç me më tregu e di që furnizimin me ujë e bën kompania e ujësjellësve rajonale, mirë po mu po më intereson investimin që kime bo, apo premton që kime shtru rrjet kanalizimit edhe të ujit në ma shumë territor të Malishevës se që ka? Sigurisht kjo është njërë prej detyrave tona apo premtimeve tona themelore e furnizimit me ujë pjesë edhe me tutje do të insistojmë që ta realizojmë projektin madhor nga sistemi Raduniqit për të gjithë banorët e komunës së Malishevë, veçanërisht për disa fshatrat e cilat tashmë vërtet nuk kanë ujë. Mirë po realizimi i këtij projektit na ndërlidh prap me qeverinë qendrore dhe besoj që qeveria qendrore në të ardhmen e afërt do ta ketë parasysh që të na ndihmoj. Ky projekt kushton 10 deri në 12 milion euro. Edhe nuk mund dhe me bovesh me mjete vetanaka, se po shoh që 21 milion e keni buxhetin total. Nuk kemi mundësi mirë, po edhe ne gjatë mandatit që shkojnë e patëm siru mjetët një kredi e butë nga qeveria austriake, mirë po nuk e patëm nga ndryshmërinë nga qeveria qendrore që të na përkrah përkatësisht që të na mbështes në këtë proces e që tashmë veç ishë në finalizim ky projekt. Mirë po edhe me tutje do të vazhdojmë që rrjetin ekzistues ta përforcojmë dhe ta zgjerojmë në për disa fshate që tashmë ne kemi ujë edhe do të shiqojmë që disa burime të ujë që kemi, sidomos në fshatin Senik në Baj. A mund është me përmen e krem sakt në cilat fshatra ke me qu rrjet ujësjellësit edhe të kanalizimit? Rrjetin e kanalizimit është në për të gjitha fshatrat, mirë po tash duhet që kanalizimi prej lagjeve ta trajtojmë në lugina, sepse tash kanalizimi na në për disa lugina e që vërtet na duhet t'i marrë për lugina t'i trajtojmë më gjatë që t'i largojmë nga lagjet për nga fshatrat. Ndërsa me ujë besoj që do t'i ngrisim kapacitetet tona, sidomos për fshatin Baj që në disa lagje nuk kanë ujë për shkak të furnizimit me një gyp e që ne duhet që t'i bëjmë edhe përveç Bajës, në vend tjetër? Sigurisht që përveç Bajës ne do të shkojmë edhe në përfaqësimin e rrjetit në Dernovc, edhe në Kiev Bubavec, edhe në fshatet e cilat ku ne e sigurojmë furnizimin me sasi më të madhe të ujit. Mirë, po du me të pyet për gradë drejtoresha sa kemi emru në mandatin e ardhshëm. Po, vërtet jeta ne do të shqyqojmë me këtë fenomen, sepse gradë
tashmë janë bërë element i rëndësishëm i vendimarrjes jo vetëm komunën Malishevë, por në gjithë Republikën, prandaj edhe Malisheva me një pjesëmarrje shumë të mirë dhe të madhe, besoj që 3 deri në 4 drejtoresha do të jenë. A kemi marrë drejtorat e njëjta apo ndron mandatin e ardhshëm? Do t'i shohim performancën e tyre, ta shohim se shumica për dy kanë qenë edhe kandidat për asamblee. Kush i ke numrat në asamblee? Shumicën a e ke? Prej 14 që është shumica, 13 i kemi siguruar, na duhet që veç edhe një asamblist ta sigurojmë, përkatësisht bëjmë koalicion me ndonjë parti, apo në shema të afërt për apo me ndonjë individ. Tash ta shohim ku të mbaron procesi zgjedhor dhe të certifikohen rezultatet, do ta shohim se apo i sigurojmë 14 vende apo po mbesim me 13. Mirë veç edhe për tregun e Gjelbërt, për shkak se zhvendosja e tregut Gjelbërt në një lokacion 3 ka qenë pjesë e raportit GAP-it që ka fillu, por nuk o kry. Ku kime qitë tregun e Gjelbërt, kallëzom? Jetën e kemi marrë në vendim në asamblenë komunale, edhe një pronë e cilën është në hyrjet Malishevës nga drejtimi i Prishtinës, faktikisht nga në hyrjet Malishevës aty është një hapësirë prej 3-4 hektarësh dhe asambleja komunale tashmë ka marrë vendim që të zhvendoset tregu në. Ai tre ka me qenë një javë, a ka me qenë të në kohën, tregi Gjelbërt? Besoj që një pjesë ka me qenë tërkohën, sepse neve na duhet që produktet tona bujqësore dhe ushqimore që ne i kultivojmë vetë të kenë mundësinë ku t'i qesin dhe t'i prezentojnë, mirë po sigurisht tregu ashtu është njëherë një javë ditë ajte, kështu që edhe në të kaluarën tregu i Malishevës ka qenë i njohur në krejt Kosovën, e besoj që ta kthejmë edhe atë renome, atë emrin që kemi pas më herët. Ekrem, prej 3 herave që të kom thirë në debat, 2 herë ke qenë, 1 herë s'ke qenë. Po shpresoj që ke merit për qindjen e ardhjes në debat, edhe kom e të ftua pet, falemderit që erdhe, edhe pse i ki fitu zgjedhjet. Ishte kjo pra intervista me Ekrem Kastratin, i cili si pas rezultateve preliminare të KQZ-s i ka fitu zgjedhjet Malishevë pa ballotash. Tani po juftoj me ndjek një reportazh të kolegëve të mi, i cili na tregon për ndotjen e skajshme të lumit Dri, e cila po ndodhje prej eksportit të mira tonelatave mbetje në Shqipëri. Juftoj me ndjek reportazhin e prej nesh këtu në studio, natën e mirë deri në emisionin e radhës Mirëmbëjtje. Na përpara kemi përdorur për pije këta ujë. Edhe ke parasysh tash se çfarë ndodhje, çfarë metorinë mbledh. Lumbarën e ku ka ujin shumë të kristalt, edhe pastaj vazhdojnë edhe e kena në fund të lumit e kena atje në Blashe, i cili e ka një ndotje që s'mujna me besu. Aktivitetet e njeriut janë ato që po ndikojnë në ndotje të ujrave. Drini i Bardh, njëra nga rrjedhat më të mëdha ujore të Kosovës, dikur ishte emëruar si i Bardh për shkak të pastërtisë së tij. Sot Drini është njëri nga eksportuesit më të mëdhenj të ndotjes. Mbi 100 eksploatues ilegal të zhavorit dhe derdhja e kanalizimit të 8 komunave kanë krijuar pasoja të pariparueshme për biodiversitetin e lumit. Në rrjedhën e tij prej 115 kilometrash, Drini i Bardh mbledh kanalizimin e 8 komunave të Kosovës për ta eksportuar atë në Republikën e Shqipërisë. Komunat si Peja, Deçani, Juniku, Gjakova, Prizreni, Klina, Istogu, Rahoveci shkarkojnë pjesën më të madhe të kanalizimeve në lum jashtë çdo standardi, duke rritur ndotjen e lumit. Të dhëna preliminare nga Agjencia e Statistikave tregojnë që 125.000 shtëpi dhe biznese derdhin kanalizimet në lumenj të cilët degëzohen në rrjedhën e Drinit, ndërsa shifrat zyrtare tregojnë që në këtë zonë jetojnë hiç më pak se 400.000 banor rezident. Ndotja nga kanalizimet në këtë zonë ka shënuar edhe rritjen e nivelit të ndotjes në lum. Të dhënat nga matjet e Agjencisë së Mjedisit tregojnë që në disa momente niveli i oksigjenit të tretur në rrjedhën e Drinit ka rënë nën vlerat e lejuara.
Sipas standardeve, vlera e lejuar e oksigjenit të tretur nuk duhet të bie nën 6.5 mg për litër, por matësit e agjencisë kanë regjistruar raste kur vlerat kanë rënë nën 5.25 mg për litër. Radovci është baza ku buron Drini i Bardh. Kjo zonë është njëra nga atraksionet turistike të Kosovës për shkak të sasisë së lartë të ujit, ujëvarës dhe cilësisë së ujit. Uji në burimin e Radovcit është 100% i pastër dhe i peshëm, por të dhënat tregojnë se uji nis të ndotet që në kilometrin e parë të tij. Tash për momentin jemi në Radovc, afër burimit Drinit Bardh. Ky ujë është uji i burimit Bardh. Për momentin, dekte nuk o fort largë, është i pastër shumë, për fatë keq ka nis pak më ndot ujë. Na përpara kemi përdorur për pije këta ujë. Dekte e në vasell atje poshtë, o pi. Ka tonë në nena i den, në blanjës vogël gati, o përdor, tash për fatë keq ju. Me padurim jemi të i prit, fshatarët, përgjithësi jemi bashki lokale me 4 fshatrave këtu. Ta e dim vetë për shembull që ta ujë, për para dhe ujë shkoj ka nene, 3 fshatra atje, shkoj ke dete në blanjës vogël u pike ujë. E sot nuk pihet ta nene. Edhe këtu pi, tash nuk pihet pe këtu të poshtë. Edhe tash ka pas asi janë la që të shumë, gjithve janë la. Në gjithë rrjedhën e lumit Dri, mira shtëpi dhe biznese shkarkojnë kanalizimin. Instituti Hidrometeorologjik ka instaluar matës për gjatë gjithë rrjedhës, të cilët konstatojnë nivelet e ndotjes. Të dhënat tregojnë që gjatë muajve të verës, ku niveli i ujit bie, ndotja rritet. Jemi në pjesën e institutit ku janë laboratorët, në të cilët edhe bëhet monitorimi, do të bëhen analizat e ujëra për në aspektin e cilësisë. Në këtë laborator përpos që bëhen analizat e ujërave sipërfaqësore, bëhen analizat e ujërave nëntoksore, po ashtu bëjmë analiza në bazë të kërkesave të cilat vijnë pe inspektoratit mjedisor në raste të ndryshme të ndotjes nga industritë. Ky rrjet në total do të përmban 56 stacione të monitorimit të ujërave sipërfaqësore. Prej këtyre janë 22 burime të lumeve, edhe janë 34 stacione të tjera të cilat ja takon ndotja, të cilat nuk e kanë cilësinë të cilën e kanë pasur. Matjet nga instituti kanë konstatuar në vazhdimsi rritje të nivelit të ndotjes në lumin Dri. Të dhënat tregojnë që në vitin 2019 u konstatuan situata ku niveli i oksigjenit të tretur në ujë ra në 6 mg për litër. Drini i Bardh grumbullon ujërat e një rrjeti të gjerë të lumenjve anësor, të cilët po ashtu burojnë të pastër, por ndoten gjatë rrugtimit të tyre. Lumbardi i Prizrenit është njëri prej tyre. Lumbardi i Prizrenit është një lumë që do të duhejna me i morë lakmi për shkak të vetë pozitës dhe burimit që e ka në malet e Sharrit. Ai atje do të na kemë pikë monitorimi Lumbardin ku ka ujin shumë të kristalt, edhe pastaj vazhdojna dhe e kena në fund të lumit, e kena atje në Vlashe, i cili e ka një ndotje që shkas mujna me besu. Mirë po, ajo çfarë ka ndodhur, do të edhe pse është bojë impiontin në Prizren që e ceka më herët, do të prapë ka shkakime të plota në Lumbardin e Prizrenit të cilët e bëjnë këtë ndotje. Për shkak se vetë impionti i Prizrenit nuk i përmbledh të gjitha ujërat që shkarkohen në impiant, por është një pjesë shumë e madhe e Prizrenit dhe njënës onë të vetë banimeve të cilat ashtu qysh që nderën më herët, nderën më tash. Ne kemi bërë hulumtime së bashku me grupin tim hulumtues në fushën e ndozve organike në Lumej dhe në liqene. Jo vetëm në Kosovë, po kemi marrë fokus edhe disa liqene në Shqipëri. Së bashku me grupin hulumtues na i studiojmë ndozit organik, ku këtu bëjmë pjesë 4 lloje të ndozve që ne i analizojmë. Aktivitetet e njeriut janë ato që po ndikojnë në ndotje të ujrave, duke përfshi zhvillimin e bujqësisë, përdorimin e pa kontroll pesticideve nga bujqet në Kosovë, gjithashtu zhvillimet urbane, industria. Kur po flasim për natyrën e këtyre ndozve dhe për shqetësimet që kemi me prezencën e këtyre ndozve në ujrat që ne i kemi hulumtu, fokusi kryesor është tek shëndeti i popullatës. Këto mundën me qenë të dëmshme për shkak se janë disa substanca kancerogjene dhe substanca që mundën me ndiku direkt dhe me paraqit
paraqitë probleme shëndetësore që lidhen me sistemin nervor, me sistemin hormonal, riprodhues, po përveç tek njerëzit mundën me pas efekte negative edhe tek organizmat ujor që jetojnë në ujra dhe gjithashtu mundën me ndikue edhe në humbje të biodiversitetit. Nëse nisemi dhe i numrojmë cilët janë ndotësit kryesor të ujit, mund të themi që kryesorja janë ujrat e zeza, sepse akoma nuk kemi domethënë një sistem të gjithëpërfshirës të trajtimit të ujrave të zeza në të gjitha qytetet e Republikës Kosovës, prandaj ky është faktori kryesor sepse ato derdhen direkt në lumenj. Kanalizimet e 8 komunave të Kosovës përfundojnë në rrjedhën e lumit Drini i Bardh. Studiuesit dhe monitoruesit e cilësisë së ujit kanë nxjerrë të dhëna faktike që dëshmojnë ndotjen. Aktivistët e shoqërisë civile dhe ambientalistët në punën e tyre direkte kanë nisur të evidentojnë pasojat. Fatkeqësisht në PE ekzistojnë ende disa thertore që domethënë derdhjen ndoshta pa vedije e kanë ende me gypa të vjetër në pjesën e lumit të bardhë, domethënë në PE. Me thonë drejten, shumë pak lloje kanë mbetë peshkut në këtë pjesën e parë, domethënë është njohur gjithmonë Drini i Bardhë se në pjesën e sipër me të lumit, domethënë ka troftë Drinit. Trofta e Drinit është në zhdukje sipër, domethënë edhe nga peshkatar keqbërës, por edhe nga ndotja e lumit, domethënë nuk kemi bërë analiza, për fat keq nuk kemi bërë analiza, shpesh kemi marrë mostra të peshqeve të ngordhur, por me vetë faktin që në Kosovë nuk bën analiza të tilla, në mungesë të fondeve nuk kemi pas mundësi për shembull me dërgu mostrat në Austri apo diku tjetër ku analizat kanë kushtuar shumë shtrejt. Pasojat e një ndotje të Drinit të Bardhë eksportohen në Republikën e Shqipërisë. Drini i Bardhë përfundon në liçenin e Fierzës, aty peshkatarët kanë dokumentuar pasojat e para të rritjes së ndotjes. Këtu problem që kemi me gjotin e peshkut, duke filluar nga ndotja, pikëshpari, që vjen me Drinin e Bardhë, që vjen nga Peja, edhe anash që kalon nëpër me të rrafshit Lugazhinit. Edhe ke parasysh tash se çfarë ndotje çfarë meteorinë mbledh. Prej atje dhe këtë vjen e zbarkon derdhët në liçenin e Fierzës. Gjitha ajo ndotje, plus se ndikon në rrjeta, në materialet e peshkatarëve, si i damton të gjithë. Ndikon në shtimin e peshkut, ndikon në kohën kur krapi lëshon vest, ndikon jashtë mos e shumë. Se po të liçeni po se kuptohet ajo shtohet dhe të tiju krapi, edhe nuk ka shumë probleme. Po ka shumë probleme edhe me uljen e nivelit lidhet. Se ndotja, sidomos kur vjen në kohën e pranverës, që rritet niveli liçenit, fillon e vjen meteorina me shumë, se fillon e rritet niveli dhe e mbledh krejt që ka meteorinë në sjell poshtë në liçet Fierzës komplet. Ujra xheza edhe këtu derdhen. Ka edhe këtu ujra xheza që derdhen. Po jo, ne sasi kush e di se çfarë të madhe. Po ne e mbledh gati ta llogarisht nga Peja, nga Radafse në ajo rrafshi Lugazhinit që mbledh, llogaritë se sa derdhje të ujrave xheza deri në liçet Fierzës deri në kufinj se sa derdhje ka. Edhe kjo ndikon shumë në shtimin e peshkut, edhe mbarvajtjen e gjotisë peshkut. Matjet nga institutet dhe ekspertët kanë konstatuar se ndotja nga kanalizimet e ka dëmtuar seriozisht cilësinë e ujit në lumin Drini i Bardhë. Krahas kësaj ndotjeje, një armik tjetër ka shkatruar rënd biodiversitetin në shtratin e lumit. Në rrjedhën e tij prej 115 kilometrash, Drini për shekuj me radhë ka grumbulluar zhavor i cili përdoret për ndërtime, që nga pas lufta një industri e tërë ilegale u ndërtua skaj brigjeve të lumit për të eksploatuar zhavorin. Nga ky veprim, qindra hektar tokë bujqësore u shkatruan, ndërsa zona përreth lumit është ndruar në një zonë të vdekur e skajshmërisht të dëmtuar. Të dhënat zyrtare tregojnë që në brigjet e Drinit ishin ndërtuar 110 lokacione ku nxirrej zhavori. Abuzuesit lanë prapa vetes dëme të pariparueshme, ndërsa qeveria në këtë zonë konstaton rrezik serioz të përmbytjeve. Sipas statistikave të qeverisë së Kosovës, për shkak të ndërhyrjeve në rrjedhën e lumit, në rrezik përmbytjeje janë 123 km2 prona përreth lumit dhe 10 zona të banuara.
Industria e ndërtimit ka dëmtuar seriozisht gjithë zonën. Me në rastin e ndotjes të një mikseri të betonit, i cili ka derdhë komplet atë mbetjen e atë yndyrën, edhe kemi pas me qindra kilogram peshk të ngordhur, të më troftë në qendër qytetit, edhe jemi pa ditë kemi shku deri në gjykat. Po që ka ndodhë, më thonë, edhe gjykatat vonojnë, më thonë, ftesa na është bo pas 3 viteve. Kur më kanë ftu në gjykat pas 3 viteve, as nuk më ditë për çka më fton gjykata, nuk më ditë arsyen për çka po më fton, derisa kemi marrë vesh që, domethënë, është rasti për kompaninë në fjalë, e cila pas disa bisedimeve kemi shku te ndërmjetësuesi. Edhe marrëveshja e fundit ka qenë që pas përfundimit, domethënë, marrëveshja janë e fundit, pas përfundimit të komplet renovimit apo rregullimit të shtratit të Lumbardhit në Pej, pronari i kompanisë bashkë me ne do të bëj pagesën e një shume të caktuar që një shumë të peshkut do ta shumojmë domethënë në mënyrë artificiale dhe pastaj atë peshkën e vogël të cilën do ta shumojmë, do ta arrisim deri në masë të caktuar, do ta kthejmë prapë në lum, edhe kështu në këtë mënyrë DCI ta laj borxhin e asaj që ka bëu domethënë me rastin që ka bëu kompania e tij me ndotjen e lumit. Po prapë si ka dënu për atë pjesë? Jo, nuk e kanë dënu. Nuk e kanë dënu. Nxjerrja ilegale e zhavorit është vepër penale në Kosovë. Ndër vite, prokuroria ka sekuestruar kamione bolduzher që janë përfshirë në këtë veprimtari, mirëpo eksploatuesit nuk janë ndalur. Prokuroria ka sekuestruar në raste makinerit, mirëpo një pjesë e tyre janë kthyer tek eksploatuesit me vendime të gjykatave. Në kaluar, por edhe këtë vit sekuestrime të shumta edhe të mjeteve me të cilat janë kryer veprat penale, qoftë çështja të veprat penale të ndotjes së degradimit tek separacionet, ka pas edhe raste kur kemi të bëjmë me recidivista, dhe është krejtësisht e logjikshme që nëse nuk vjen deri te konfiskimi i përhershëm i mjeteve, atëherë në një mënyrë po japet mundësi që ai prap ato mjetet i përdor dhe të kryej prap njëjtën vepër penale. Prandaj kisha dashur që para fokusit të kamerave tuaja të them që konfiskimi i përhershëm i mjeteve është mjaft i rëndësishëm, është madje jetik, sepse nëse nuk vjen deri te konfiskimi i përhershëm i mjeteve, atëherë në një mënyrë nuk po arrihet ai rezultati i duhur me përfundim të aktgjykimit dënues. Ndëshkimi e eksploatuesve ilegal të zhavorit në shtratet e lumenjve është përgjegjësi e gjykatës së Pejës dhe Prizrenit. Të dhënat nga gjykata e Prizrenit tregojnë që pjesa më e madhe e krimeve kaluan me dënime të lehta, kryesisht me gjobë dhe dënime me kusht, 33 raste, 7 ishin dënime me kusht dhe 26 dënime me gjobë. Gjykata në Prizren për territorin që mbulon edhe kompetencën që ka, lanë në kuadër të mbrojtjes ambientit i trajton në disa departamente dhe divizione, në divizionin penal. Nëse marrim prej vitit 2021 deri në këtë periudhë në shtator të vitit 2025, gjykatën themelore në Prizren divizionin penal janë pranuar 60 raste që kanë të bëjnë me veprën penale ndotja, degradimi ose shkatrimi i mjedisit, por prej një grupi të vendimeve që kemi analizuar dhe kemi verifikuar, as aty nuk kemi mri me gjetë një vepër specifike që ka të bëjë me ndotjen e Lumbardhit, qoftë me hudhjen e mbeturinave, derdhjen e kanalizimeve. Bazë të verifikimit të aktgjykimeve që ne kemi marrë për veprat penale ndotja, degradimi apo shkatrimi i mjedisit, personat juridik, po edhe personat fizik si përfaqësues të personit juridik, 60% e atyre rasteve janë të kryera, dënimet kanë qenë dënime me gjobë apo dënime me kusht. Në këndin penal, pjesa më e madhe e eksploatuesve dënohen me gjoba dhe kjo ka rritur recidivizmin. Në dosjet e prokurorisë, pjesa më e madhe e eksploatuesve janë recidivist të veprave. Përpos rritjes së dënimeve dhe konfiskimeve, ekspertët thrasin për investime të menjëhershme të cilat do e pastronin lumin nga ndotjet e kanalizimeve. 2 komunat e mëdha, Peja dhe Prizreni, kanë nisur projekte për implante të ujrave të zeza, por ato nuk po mjaftojnë. Në pjesë më lart të qytetit, domethënë ka raste kur ka derdhje të ujrave të zeza, madje në këtë drejtim kemi edhe disa operatorë ekonomik që rrjedhat e mbetjet e tyre mund të shkojnë në drejtim të rrjedhjes së Lumbardhit, por ne si komunë kemi bërë inspektime të vazhdueshme dhe kemi vënë kontakte me pronarët e bizneseve eventuale që edhe ata të shfrytëzojnë mekanizma që ta ndalin
të pakta në atë rrjedhën e madhe të mbetjeve ose të ndotjeve në drejtim të Lombardit, por nuk jemi të kënaqur në nivelin çfarë do duheshte të trajtohet. Ndërsa sa i përket qytetit, në pjesën e djathtë tash të qytetit e kemi realizuar një projekt që është mbi 26 milion euro për gjysmën e qytetit e Prizrenit. Mirë po, ka edhe pjesë tjera, që gjysma tjetër të qytetit. Tash jemi duke projektu pjesën tjetër, e cila e përfshin nga Jabllanica Madhe, fshati Radhath, Vitomeric dhe shkon deri në fshatin Trstenik, ku jemi duke i bërë një projekt ku besojmë do të punohen mbi 6-7 impiante të vogla, jo të nivelit cilit është ai impiant i ndërtuar në Gorazdevës, se gjitha këto fshatra të derdhen në këto impiante të vogla dhe pastaj të bëhet riciklimi tyre dhe të kalojnë në drinin e bardhë. Rritja e dënimeve, ndalimi i eksploatimit dhe investimet në impiante të ujrave të zeza janë 3 detyrat të cilat duhet të përmbushen për të ndaluar degradimin e drinit të bardhë dhe ndalimin e eksportimit të ndotjes ujore nga Kosova në Shqipëri. Sipas të dhënave zyrtare, projektet e impianteve nuk mund të përfundojnë deri në vitin 2030, ndërsa deri atëherë dëmet në biodiversitetin e lumit do janë të mëdha.